zhvillimin e sektorit të ujitjes dhe për avancimin e infrastrukturës bujqësore në Republikën e Kosovës. Ky projekt paraqet një investim me rëndësi të veçantë për fermerët dhe komunitetin e komunës së Gjakovës, Rahovecit dhe Prizrenit, duke kontribuar drejt për drejt në përmirësimin e menaxhimit të burimeve ujore dhe në rritjen e kapaciteteve për një zhvillim të qëndrueshëm bujqësor. Atëherë ftoj për fjalë rastin Ministrin e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Zhvillimit Rural, zotri Armand Muja. Faleminderit. Atëherë, milita të gjithëve, e nderuar zonja Megevand, përfaqësuese e Bankës Botërore, nderuar kryeshef Qufaj, nderuar deputet Batusha, nderuar profesionist, sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Bujqësisë, të gjithë ju që keni kontribu, punëtor, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin në një nga ngjarjet, besoj për këtë rajon, një nga ngjarjet më të rëndësishme në këtë vit po se po, për shkak se ky projekt signifikon përfundimin e rehabilitimit të sistemit të ujitjes në një nga zonat kryesore të bujqësisë të Kosovës. Efektivisht projekti, rreth 10 milion euro, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe mbështetur nga Banka Botërore dhe menaxhuar nga Ministria e Bujqësisë, paraqet një kontribut të jashtëzakonshëm për këtë zonë, për faktin që marrë në tërësi Kosova ka një sistem formal të ujitjes që duhet jetë diku rreth 22.000 hektar, dhe ky projekt efektivisht i shton rreth 5.000 hektar tokë të ujitur, që është një përmirësim afërsisht ndërmjet 20 dhe 30% në kapacitetin e ujitjes formale në Kosovë. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ky projekt signifikon edhe transformimin e qasjes së Kosovës të bujqësi. Nevoja për të kaluar drejt kulturave që japin rendiment më të lartë dhe ky projekt është i tillë. Duke u kujdesur që ky projekt po sjell fund në vetvete, Ministria e Bujqësisë i ka marrë edhe 2 masa tjera që t'ju ndihmojë fermerëve të kësaj zone të bëjnë tranzicion drejt kulturave me rendiment më të lartë. E para është në vendimet e këtij viti për subvencione do të shtohet ndjeshëm mbështetja për kulturat bujqësore, kryesisht për perimet dhe hortikulturën intenzive, edhe për pemët. Por në anën tjetër, edhe në sistemin tonë të granteve, për herë të parë kjo zonë do të klasifikohet si zonë e interesit të veçantë hortikulturor. Pra kjo zonë do të jetë zona e parë e hortikulturës intenzive dhe skema e grante do të favorizojë secilin fermer i cili është interesuar për të prodhuar kultura bujqësore, po dhe këtë zinxhirin tjetër mbështetës të prodhimit. Po ashtu, pas prodhimit, do të mbështeten edhe përpunimet e frutave dhe perimeve në këtë zonë. Marr parasysh që kjo zonë mund t'i shërbejë një misioni fisnik për Kosovën, zëvendësimin e importeve. Kosova importon goxha shumë perime dhe fruta dhe besoj që kjo zonë pikërisht i kontribon asaj. Ne do të mbështesim edhe procesin e përpunimit, edhe paketimit, edhe zinxhirit dhe depot ftofse, por e rëndësishme edhe gjithë planin, zinxhirin e marketingut të produkteve të kësaj zone. Për këtë, së shpejti Ministria e lanson një informim të rëndësishëm për këtë fermerët që kanë interes të vinë në këtë zonë. Gjithashtu, kërkohet një sistem njohurie dhe së shpejti Ministria po ashtu do të dalë me sistemin AKIS, pra sistemi i njohurisë dhe informacioneve në mënyrë që dhe shërbimet e ekstenzionit të jenë pranë fermerëve të kësaj zone. Për me i ra pak si shkurt kësaj pune. Unë jam jashtëzakonisht i lumtur, është hera e dytë që po vi pikërisht në këtë vend, sepse kemi një vizion për këtë pjesë. Nuk ka vendim ndoshta ose investim më të rëndësishëm se sa ky për zonën e Gjakovës, Rahovecit dhe Prizrenit. Është i rëndësishëm dhe Ministria do të jetë pranë kësaj zone, qoftë edhe me mbështetje tjetër infrastrukturore, qoftë edhe për të mbështetur
dhe shërbime tjera ndihmëse që ju ndihmojnë edhe në aspektet e logjistikës dhe kalimeve kufitare në mënyrë që kjo zonë të ardhmen të jetë zonë e transformimit real të bujqësisë në Kosovë. Nga zemra ju falenderoj secilin që jeni këtu. Dëshiroj t'i falenderoj në mënyrë të veçantë punëtorët që kanë realizuar këtë projekt. E thash në takimin me përfaqësuesin e Bankës Botërore, është një nga projektet e rralla që ka përfunduar para kohës. Dhe kjo është hera e dytë që po vi pikërisht për të dhënë një sinjal që Kosova ka nevojë të punojë më shpejt. Dhe kjo është arsye pse jam këtu dhe do të jem bashkëpunëtor. Dhe tjetra, dëshiroj t'i falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë profesionistët që kanë qenë të angazhuar, të gjithë që kanë dhënë, posaçërisht të KRU Radoniqi dhe punëtorët që janë bashkë me neve këtu. Ju falemnderes, një nga arsyet se pse ky projekt është zbatuar shpejt, jeni pikërisht edhe ju falemnderoj në mënyrë të veçantë. Urime të gjithëve, përshëndetje edhe fermerëve që nuk janë këtu dhe po shpresoj që në të ardhmen do të jemi në kontakte më të shpeshta si ky. Ministri, ju falenderojmë për mbështetjen dhe angazhimin e vazhdueshëm. Tani kam kënaqësinë të ftoj përfaqësuesen e Bankës Botërore, zonja Carol Megland. Should we? Yeah. Well, I will have to do share my few words in English, and I'm sorry for that. Very happy to be here. As for the minister, that's the second time I'm visiting this project. I think I was here about 2 months ago, where we could see the equipment and different infrastructure, but now it's great to see that they are operational and that they will have a huge impact, as the minister was mentioning, on the region, on the farmers and the people living here. So thanks a lot for the invitation. Congratulations for this great achievement. Just wanted to share a personal idea. Before coming to Kosovo, I was working and living in Morocco. It's a country where water is very scarce, as you can imagine. And I could see the value of water and how water can change life of people, and also how it can completely transform a region, specifically through the irrigation. And in Morocco, we used to say that every drop counts. So, you know, every drop of water is important and can make a difference. And I know the scarcity of water is not that big here in the country, but still, we know that with the climate change, things are changing, and it's a very valuable, highly valuable resources that we need to take care of. And by building this kind of equipment systems, this is exactly what we are doing. So I'm very proud that the World Bank could be part of that. I want to thank everybody who has contributed to it. The Ministry of Agriculture was supporting, the financing was coming from the EU. The firm was the one leading the entire process. The workers, the contractors, the supervisors were absolutely essential, and I have heard a lot of good things about the work that you've done in a very jointly and participatory manner. So I think that's an example, and we were discussing with the team that this is something that we would like to highlight and to showcase, because that's a great examples on how things are done well and the impact it has. Few things I would like to mention is that we are looking at equipments, we are looking at pipes, we are looking at pumps, but I think there is another dimension. We've worked a lot with Radoniqi, the Kashdini firm, is also about the institutional capacity. And I have to congratulate the firm, because there's been a huge improvement in order to better serve the beneficiaries and the farmers. And this is something we're very proud to be able to continue working with you on building the capacity and making sure that you are delivering the most efficient way and the most sustainable way. So thank you for that. You're truly an